Përshëndetje miqtë e mi, mirë se erdhët. Unë jam Migena Neli për ju që jeni për herë të parë këtu. Sot do të flasim pikërisht për disa nga momente që mund të duken si fundi, por në të vërtetë mund të fshihet një lloj bekimi pas tyre. Shumë njerëz e kanë shumë kollaj të japin këshilla dhe të thonë, mirë e bëre që e ndave partnerin. Nuk ke çdo. Shif tani përpara jetën tënde. Ose dikush tjetër mund të thotë, e di që ndoshta nuk do ta thon fjalë për fjalë që mirë bëri që vdiq prindi, sepse të kishte munduar gjithë jetën duke me 100 sëmundje, duke nuk e di 100 gjëra, por në një farë mënyrë do ta thon, do të thon shpëtoj nga vuajtjet. Edhe në një farë mënyrë kjo është, ka shumë njerëz që kanë shumë kollaj të thonë këto gjëra, ndërkohë ka të tjerë që nuk e kanë dash kollaj të japin një këshill të tillë. Por rëndësi ka se si e marrim ne. Momenti i parë që fjala vjen ti sapo ke shkëputur një marrëdhënie me partnerin, me një miqësi, me një gjëja e fundit që ti do të dëgjosh është iku tani, mbaroi, tani ecim përpara. Në fakt kjo nuk është gjëja e parë që ti do të dëgjosh, përkundrazi, ti do të paktën ja 2-3 vite një herë që po them për një person që si puna ime që ngjitet shumë pas njerëzve, në sensin e nëse e dua një njeri, e dua me gjithë shpirt, edhe shkëputja me të mund të më lër pasoja shumë të fuqishme edhe shumë më vonë. Në momentin që ti e ke një person të tillë, edhe dikush vjen dhe thotë, e më mirë bëre që e le se kishte acaruar nerva duke thënë mos dil me shoqat. Unë prap do thoja, jo mos ma thuaj këtë, më lër të paktën 2 vitet e para të qahem dhe të ankohem. Sepse ka disa njerëz që vërtet e duan atë, e kanë periudhën e shërimit nga një marrëdhënie që përfundon, nga diçka që përfundon, e kanë shumë më gjatë se sa disa të tjerë. Ekspertët e zhvillimit personal nuk po e konsideroj veten të tillë, përkundrazi, unë jam ndër njerëzit që ndoshta dikujt mund t'i shërbej si nxitse për të kuptuar më shumë veten, për të mësuar më shumë për veten, për të gjetur një mënyrë më të thjeshtë për t'i bërë gjërat në jetë, pikërisht për veten tënde. Jo si ekspert e zhvillimit personal, nuk do ta konsideroj veten kështu sepse nuk marr përsipër t'ju jap këshillën ose të bëj diçka. Jam më shumë duke treguar rrugtimin tim, mënyrën se si unë ndjej gjërat në momentin kur më ndodh diçka. Ka shumë njerëz që e gjejnë veten këtu ku në momentin ose në mënyrën se si unë e shpreh diçka dhe thonë, po, kështu jam dhe unë. Kështu si Migena ndjej dhe unë që mbas një shkëputje, mbas një shkëputje të një marrëdhënie ose të një humbje të një diçka, qoftë edhe sikur një telefon të jetë, ose madje telefonin sot i kemi më të rëndësishëm se kemi çdo gjë aty, por edhe sikur një bluzë të më duhet ta hedh, do ta mbaj një 6 muaj në dollap thjesht për tu të shmallur me të derisa ta kuptoj që unë vërtet nuk po e vesh të bluzën, thjesht duhet ta hedh. Kam shumë të vështirë pra këtë pjesën e ndarjes, edhe ka shumë njerëz që janë të tillë. Janë kështu si puna ime. E ndërkohë, ekspertët e zhvillimit personal në thonë se pikërisht këto ndryshime, këto humbje, këto shkëputje që mund të kemi, që mund na duken si fundi botës, fund çdo gjë, në fakt thonë, është një gjë e mirë. Është një gjë e mirë sepse të ndihmon që të kuptosh më mirë veten, të kuptosh më mirë se ku ke dhënë më shumë, çfarë ke dhënë dhe nuk të është kthyer, çfarë ke bërë dhe e ndjen se duhet kishe bërë më pak ose duhet kishe bërë ndryshe gjërat. Madje në disa raste mund të ndihmojnë edhe që ti të rishikosh prioritetet e tua. Mund t'i kesh dhënë më shumë kohë se sa duhet, qoftë një marrëdhënie shoqërore, duke qenë gjithmonë gati aty për miqtë tuaj, edhe pavarësisht se ti për shembull mund ta kesh vënë re që miqtë tu nuk është se janë gati aty për ty gjithmonë. Do të thënë nëse ti i thua që kam ndërmend të bëj këtë gjë, edhe ata thonë, "Ok, un kam punët e mia, kalofsh mirë." Ndërkohë kur ata thonë, "Shikon kam për të bërë këtë gjë" dhe ti thua, "Ok, un po i lë punët e mia dhe po vi të takoj."
janë ca gjëra domethënë që ti ndoshta për momentin nuk i kupton. Por në momentin që një marrëdhënie shkëputet, ti ke mundësinë për ta rivlerësuar këtë prioritet tëndin. Ose për shembull, ka shumë njerëz që e marrin shumë me stres kur i ndryshojnë planet. Një ndë prej tyre jam unë, obviously. E marr shumë me stres, sepse më duket sikur në qoftë se unë kam përgatitur atë itinerarin, dua që të më shkojnë çdo gjë perfekt. Dhe nëse nuk më shkon në atë itinerarin tim, gjërat nuk do shkojnë mirë. Por ndërkohë, nga ana tjetër, nëse ti i jep mundësinë vetes për ta parë fundin e diçkaje si mundësi për tu zgjeruar në opsione të ndryshme, ti mundesh të shohësh që edhe ndryshimi i planit në të vërtet mund të jetë një lloj bekimi i fshehur, sepse ti mund të kesh menduar gjitha gjërat. Tik. Do ndodhi kështu, edhe kjo. Ndërkohë, nga ana tjetër, mund të jetë një moment që gjërat ndryshojnë edhe ti thjesht thua, okay, ndoshta këtë gjë mund ta bëjmë kështu, dhe pastaj kjo do na nxjerr këtej, dhe pastaj kjo do na nxjerr këtej, dhe pastaj ajo tjetër atje. Dhe ti mundesh në këtë ndryshim plani të arrish të bësh më shumë gjëra nga sa mund ta kishe menduar, të arrish të takosh njerëz më të rëndësishëm nga çfarë mund ta kishe menduar, të arrish të takosh ndoshta se mund të jetë thjesht një twist of fate, pra mund të jetë thjesht një ndryshim i voçkër fare i fatit që të sjell vërtet ato ndryshimin, ato gjërat e mrekullueshme që mund të kesh qenë duke i ëndrruar ose duke u lutur për to. Dhe pikërisht duhet jesh në momentin që ti lutesh dhe kërkon fjala vjen një lloj ndryshimi, është mirë që të jesh i hapur ndaj këtyre ndryshimeve. Mos i kesh shumë frikë, sepse në këtë vërtet këto ndryshime mund të jenë ai bekimi që ke kërkuar në fshehtësinë tënde. Ose për shembull, ka njerëz që e përjetojnë me shumë stres në momentin kur i refuzon një kompani për të punuar me ta. Personalisht, duke qenë se kam vuajtur pak të pjesën e të filluarit të një pune prej pak kohësh, domethënë prej ndoshta 6 muajt e fundit kam qenë në një tranzit të vazhdueshëm, domethënë ka qenë një periudhë që unë thjesht isha në intervista pune që zgjati pak më shumë se sa duhej, mendoja sikur unë thjesht do shkoj dhe do gjej punë direkt. Në një farë mënyre një kompani më refuzoi, ndjesha keq sepse u detyrova të nisja punë në një kompani që nuk e shija veten në asnjë moment, dhe megjithatë, kjo është e bukur, sepse ti takon gjatë gjithë kohës njerëz që do doje t'i takoje, njerëz që do kishe dashur, domethënë ti kishe pasur afër. Madje në këto ndryshime të voçkla të fatit ti mundesh vërtet, pavarësisht se ty mund të duken si fundi i botës për momentin, mund të gjesh njerëzit me të cilët ti mund të krijosh atë tribe-in tënd, atë fistin tënd. Edhe vërtet jam thellësisht mirënjohëse që pavarësisht se isha në një vend pune që nuk doja të isha, arrita të njiha njerëz shumë të mirë, edhe kam mundur të krijoj miqësi shumë të mira. Po përpiqem që t'ua jap këto, domethënë që edhe si shembuj, që edhe ju të kuptoni që jo çdo gjë, jo çdo lloj fundi është në të vërtetë diçka që nuk shkon. Për shembull, unë lash një punë tek e cila ndjesha si në familje. Madje kur kam ikur nga puna, kam qarë, sepse ndjesha vërtet shumë mirë atje. Por fakti që kishim disa probleme të tjera nuk ma bënte të pamundur që unë të rija. Edhe një dy përplasje të vogla që kisha me disa njerëz, edhe ai momenti kur unë tregohem pak më kryenece se sa duhet, edhe thjesht u largova. Madje në momentin kur ika, siç po thoya, domethënë mërzita shumë, la shumë njerëz që do doja të kisha në jetën time për shumë më gjatë. Edhe më duk sikur i lash pas, se kupton, pavarësisht se njerëzit e dur më ndoqën dhe vazhdojnë të jenë jetën time në mënyrë më të mirë të mundshme, duhet ta specifikoj këtë. Pra nuk është thjesht një miqësi që e kemi ruajtur si miqësi kolegësh pune, por kemi ruajtur fiksa të ndjesinë e familjaritetit që kemi pasur më përpara, dhe kjo vërtet më jep
një ndjesi vërtet shumë të mirë. Mund të flasim me ta, të qajmë hallet ama. Edhe më bën të ndihem vërtet shumë mirë kjo gjëja. Por nga ana tjetër, siç po thoja, okay, shkova në këtë punë të tjera, i gjeta ato gjëra që doja. Me vërtet nuk ishte puna që unë doja, me vërtet nuk ishte mënyra e të punuarit, vendi ku unë doja të isha dhe gjitha këto tjera. Takova njerëz të rinj, gjë që mora më të mirën, edhe nga kjo. Edhe gjithmonë në këto momente kur ti mund të përballesh me një gjë dhe të duket sikur është fundi i botës, sikur nuk duhet isha këtu, thjesht nuk duhet isha këtu. Unë shkoja në punë dhe thoja me veten time, unë nuk jam për këtu. Unë jam për diku tjetër, unë nuk e shoh veten time këtu. Unë jam veshur, unë i shoh njerëzit rreth rrotull meje që vinë me të njëjtën bluzë 3 ditë rresht. Pra, kishin një lloj rënje të vetëvlerësimit, të fakti që unë po shkoj në punë, e kupton? Nuk e kishin më këtë, ndërsa unë shkoja në punë me taka, me flokët e krehur, me make-up, çdo ditë me make-up, me gjitha, domethënë sepse unë po përgatisja veten për të punuar në një kompani shumë më të madhe nga kjo ku unë isha. Thjesht nuk doja të isha aty. Ndërsa të tjerët nuk po them se mungonte higjiena apo këto tjera që të kuptojmë. Nuk po e them për t'i ulur, përkundrazi. Sepse siç thash, kam takuar vajzat më të mira dhe njerëzit më të mirë aty, por thjesht e ndjeje që nuk e kanë atë të njëjtën ndjesi që mund të kisha unë. Nuk e di, ishte pak e çuditshme. Domethënë thjesht e ndjeja që nuk përshtatesha dot me mënyrën se si ata vinin në punë. Dhe gjëra ndryshuan dhe ja ku jam sot, në një kompani që ndihem vërtet sikur përkas. Ndihem sikur jam në shtëpinë time. Ndihem sikur kam qenë aty një jetë. Ndihem shumë mirë. Më pëlqen kjo gjëja. Por kjo, domethënë fakti që unë po ndihesha për një moment sikur kam hasur një mur. Sikur kam ecur dhe më në fund ka mur. Pra nuk ka rrugë zgjidhje kjo gjëja. Çfarë më bëri të mendoja? Të mendoja që tani nis pika kthesës. U ktheva? Ndryshon jeta. Ndryshon në të gjitha mënyrat. Edhe prandaj mendoj që pjesa ku ti vërtet mund të ndihesh shumë e mërzitur, e mbytur edhe gjitha këto tjera, është thjesht momenti kur ti duhet të gërmosh brenda vetes, edhe të bësh një lutje dhe të thuash më jep drejtimin tim, sepse unë kam ardhur deri këtu. Por nuk është kjo rruga. Edhe që në atë moment fillon ndryshimi. Shumë njerëz kanë edhe problemin që krahasojnë veten. Krahasojnë veten me të tjerët. Unë për shembull, po, vazhdoj ta kem edhe këtë problem. Domethënë, nga 4-5 pika të cilat unë përmenda, pra ndarja nga miqt, ndarja nga partneri, humbja e vetbesimit ose refuzimi në punë, humbja e njerëzve të dashur, momenti kur krahasohesh me të tjerët, në këto 5 pika unë i pas kam të 5-ta. Domethënë imagjinoj sa njëri me probleme, por ndoshta kjo vjen nga fakti se unë jam njëri që analizoj, domethënë analizoj veten time, analizoj shumë në thellësi, shumë situata. Edhe ndonjëherë nuk domethënë atë pjesën e përshtatjes dhe të ndryshimit e kam problem për vete, prandaj po ha them edhe ju, sepse unë i analizoj gjërat edhe përpiqem që të mos vete asnjëherë deri në fund, pikërisht ai muri që nuk ka më rrugë. Përpiqem që ta marr kthesën shumë më përpara, edhe ndonjëherë, domethënë, për shembull kësaj radhe e mora kthesën më përpara, edhe u largova nga vendi i punës, por duket që bëra një hap bosh, sepse nuk mora mbrapsht vlerësimin për punën që unë kisha bërë, përkundrazi mora ofendime dhe gjëra të tilla, por nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që e kuptova që në fund të kësaj rrugës ka mur. Dhe thash, nuk mund të vazhdoj më, derisa të shkoj dhe të përplasjem me të rinjtë mi në këtë mur. Po e them kështu zhargon fare.
nuk mund t'ja lëja vetes, domethënë të shkoja dhe të përplasesha me këtë mur. Kështu që bëra një habosh edhe bëra kthesën. Bëra kthesën edhe shkova pikërisht aty ku e ndjeja se duhet isha që nga fillimi. Dhe janë disa gjëra që vërtet kështu ndodhin. Pra ti mundesh ta bësh një habosh edhe pavarësisht gjithë analizës që ti mund të kesh bërë. Disa gjëra janë vërtet kështu, sidomos për shembull kur unë krahasoj veten me shumë njerëz të tjerë, për shembull them, ky ka këtë, ka atë, Samir që ka filluar punë më përpara këtu, Samir që kanë arritur kaq shumë gjëra, ose kështu do jem unë mbas 6 muajsh, ose çfarë do kisha arritur unë nëse 6 muaj më përpara do kisha bërë këtë gjën. Ose krahasoj veten time me çfarë arrin të tjerët, si arri unë, po unë si do e menaxhoja nëse do kisha këtë apo do kisha atë. Për shembull kam 11.000 ndjekës dhe them unë si vallë do e menaxhoja situatën time nëse këta 11.000 njerëz nesër do ishin 20.000 ose 50.000. Filloj mendoj të gjitha. Uroj nga ana tjetër që të ndodh, edhe ama ky lloj krahasimi ndonjëherë më lë pak bosh. Më lë pak në atë okay, unë kam arritur këtë, por të tjerët kanë arritur më shumë. Okay, unë kam arritur këtë, por do doja që të kisha arritur edhe këtë gjën tjetër. Ka shumë gjëra, pastaj filloi vendos në peshore të gjitha gjëra që nuk shkojnë. Edhe kjo mund të lërë pak kështu të ndihesh sikur ke goditur këtë murin e barrierës, por nga ana tjetër kjo goditje me këtë mur barriere ku ti thjesht thua okay, unë nuk e kam arritur këtë gjën. Nuk e kam arritur se nuk e kam arritur, edhe it's okay në fund të ditës. Ti të jep atë mundësinë që ti të kthesh nga ana tjetër edhe të thuash, okay, unë vërtet nuk i kam arritur këto gjërat, por kam mundësinë për ta ndryshuar këtë. Edhe kam mundësinë për ta ndryshuar këtë qoftë edhe në mënyrën se si unë manifestoj. Në qoftë se deri tani fjala vjen, kam thënë jam thellësisht mirënjohëse që kam punën që dua, kam dashur pra ta manifestoj punën që dua dhe kam thënë pikërisht këtë, e kam falendëruar Zotin përpara se ta kem. Dhe në momentin që arri punën që dua, them, okay, tani është momenti e ti, isha shumë e përqendruar deri tani te pjesa e punës, tani është momenti që të kem diçka tjetër, tani është momenti që të kem partnerin tim, tani është momenti që të kem familjen time, tani është momenti që të kem po jam thellësisht mirënjohëse që kam këtë vjerin, kam këtë vjerën, kam këtë kështu, kam këtë ashtu, të filloj të mendoj gjëra të tjera. Pra, edhe muri, momenti kur ti shkon në një pikë ku ti mendon se nuk ka më ku të shkosh, është kthesa, duhet ta bësh këtë pikën e kthesës. Domethënë, pavarësisht se aty mund të jetë thjesht një mur, edhe ti shpresoj që mos të arrini kur deri në pikën për të përplasur me këtë mur, por ti jep një mundësinë vetes, domethënë, sepse në momentin që ti përplasesh me këtë mur, aty fillon ti thua, okay, kam nevojë për të marr pak veten, nuk di nga cila anë të kthehem, nuk di nëse duhet të ndjek këtë rrugën apo këtë rrugën tjetër, nuk e di nëse duhet të eci majtas apo djathtas, janë pikpyetje këto që vërtet të shkaktojnë për momentin. Por nëse ti arrin deri te kjo pikë, shpresoj pa u përplasur, sepse ndonjëherë situata të tilla me kaq shumë presion, ku ti thjesht nuk di nëse duhet të shkosh nga një anë apo nga ana tjetër, ndonjëherë mund të shkaktojnë edhe depresion. Të shkosh edhe deri në pikën e paaftësisë për të vendosur, sepse kjo unë erdha deri këtu, nuk arrita dot asgjë, unë bëra këtë, nuk arrita dot asgjë, unë tani nuk kam mundësinë as për të gjetur partnerin, as për të gjetur vjerit, as për të pasur familjen, as për kam menduar vetëm punën, puna më la në gjysmë, domethënë, sepse mund të ndodhe edhe të përplasja me murin mund të jetë edhe një shkarkim nga puna, edhe ti mendon sikur ka qenë puna e gjithë jeta jote, por në fakt nuk është kështu. Nëse ka qenë puna, nuk ka asnjë lloj problemi, nëse nga puna ti mundesh edhe thjesht të gjesh një punë që ndoshta mund të ketë edhe më pak para, por të paktën
paktën e di që je në punë dhe paktën e di që je duke u marrë me diçka, ose të paktën e di që në një farë mënyre je duke making your ends meet, do me thënë në sensin që i paguan faturat në fund të muajit. Edhe ti thua, po unë kam kaq shumë probleme dhe nuk mendoj dot tani, për shembull, kam mungesën e punës dhe nuk mendoj dot për familjen, kam mungesën e kësaj dhe nuk mendoj dot për partnerin, kam mungesën e partnerit dhe nuk mendoj dot për punën. Mund të jenë shumë gjëra. Për shembull, mund të braktis partneri në mes rrugës edhe ti thjesht thua, po unë tani jam e paftë për punë, jam e paftë për këtë, jam e paftë për atë, sepse të mungon vetë vlerësimi në këto momente. Por ideja është që në këtë pikë nuk duhet ta lejosh veten. Domethënë, shpresoj vërtet mos shkoni asnjëherë deri në pikën kur ju përballeni me këtë mur, për të merrni kthesën dhe në momentin që shihni se disa gjëra vërtet nuk po shkojnë, jeni edhe ju ata që i jepni fundit diçka. Jeni ju, ta keni ju guximin, forcën për të përballur me një situatë të tillë, edhe për t'i dhënë ju drejtim jetës tuaj. Qoftë edhe duke ndryshuar mënyrën se si ju mendoni. Personalisht e kam provuar edhe funksionon që në momentet e mia më të vështira ose në momentet kur unë kam qenë duke u përballur pikërisht me një mur në një situatë të caktuar, kam ndryshuar mentalitetin tim. Isha përballë një muri ku unë thoja që unë jam një menaxhuese e keqe e parave, unë shpenzoj shumë, unë nuk kam asnjëherë mjaftueshëm para, sepse këto gjëra, domethënë në një farë mënyrë mua më ishin krijuar si besim, qoftë edhe nga familja ime. Familja ime më thoshte ty nuk japim lek se ti vetëm shpenzon kot. Edhe mua kjo gjëja më ishte krijuar si besim, sikur unë vërtet shpenzoj kot dhe shpenzoj shumë, edhe në fakt, unë e kuptoj që e dua shumë luksin, edhe e kuptoj që e dua vërtet të shpenzoj para. Por nga ana tjetër kjo nuk më bën një menaxhuese të keqe të parave. Kështu që unë fillova të ndryshoja mentalitetin tim dhe thash, unë vërtet shpenzoj, por unë shpenzoj për gjëra të cilat në radh par kanë vlerë, kanë cilësi, edhe në fund të ditës unë këtë fjala vjen edhe nëse unë blej një çantë shumë të shtrenjtë sot, këtë çantën unë mund ta kem për 5 vite, edhe nuk e kam problem që unë ta përdor për 5 vite rresh, sepse është një çantë që është shumë e mirë, nuk del nga moda, nuk del nga stili, ose më përshtatet mua dhe unë nuk e kam problem që ta përdor 5 vite rresh. Është totalisht e fillova unë ta mendoj këtë, domethënë, përmes mënyrës se si unë fillova të doja të manifestoja, gjërat që doja të ndryshoja. Dhe në momentin, për shembull, kam pasur raste kur në momentin kur kam qenë në tranzit mes punëve, nëse dikush më përmendte mua, po tani që s'ke partner, jam më lini, nuk mundem tani të mendoj për këtë gjën, sepse jam duke menduar për këtë gjën tjetër. Dhe njëherë është mirë t'i bësh të dyja, por ka disa njerëz që janë thjesht pak si shumë të fiksuar. Unë e konsideroj veten pak si shumë të fiksuar. Pak si shumë. Dhe në momentin që e kam këtë pjesën e fiksimit, e di shumë mirë që në momentin që arri të zgjidh një nga ato mira problemet e mia, e di që mundem pastaj të filloj të shoh edhe nga ana tjetër. Ama ajo çfarë kam mësuar dhe ajo çfarë do doja edhe ju ta kishit është se ndonjëherë mund mos vinë gjërat ashtu siç doni. Prandaj duhet i lini opsionet hapur. Nëse keni një mur përballë, lini opsionet tuaja hapur, qoftë edhe të majtën, qoftë edhe të djathtën. Mos mendoni sikur vetëm, jam përballë një muri, edhe tani duhet vetëm të mendoj të gjej një punë, ose vetëm të mendoj të gjej një burrë edhe të martohem, të iki emigrante, çfarë mund të keni në mendjen tuaj. Ndonjëherë mund mos jetë kjo zgjidhja. Për shembull, një person që ka investuar në studime, ka investuar në punë, ka investuar për të mësuar, ka investuar për të qenë zonja e vetes, nuk mendoj se do ta ketë është vetë përshtatja me jetën tënde të re, ku ti duhet i kërkosh bashortit lek për të bler një shishe ujë, ku duhet i kërkosh bashortit, mund të jetë bashorti më i mirë në botë, të t'jap lek gjatë kohës, po prapë thjesht është ajo ideja që në fund të ditës ti duhet i thuash që shisha ujit bëri 500 lek, edhe kjo gjëja bëri 2000 lek, edhe kjo gjëja bëri 3000 lek. Dhe nëse ti je mësuar si një person që ja del vetë gjithmonë, nuk të duket normale, edhe kjo përshtatje do të duket e vështirë pastaj, mund të bëhet edhe shkak që të dështojë edhe diçka tjetër. Prandaj është më mirë që edhe sikur, domethënë, ndërkohë që mund të jeni duke kërkuar një partner, jeni duke kërkuar edhe një punë sepse jeni mësuar që të punoni, është mirë që të dyja ti mbani si opsione të hapura gjatë gjithë kohës. Pra, edhe e kam fjalën për këto të dyja si janë si
rrugë të jetës. Pastaj çdo lloj gjëje tjetër mund të jetë opsion në këtë rast. Në çfarë do lloj gjëje, domethënë fjala vjen dikush mund të ketë shëndetin që e ka primar. Mund të ketë, domethënë janë ca gjëra që vërtet duhet të ndihmojnë që ti të vendosësh prioritetet e tua në radhë. Mund të humbasësh një punë, edhe për momentin edhe sëmuresh, edhe thua, oh, wait a second, prit një sekond, sepse unë me vërtet humba punën, por nuk mund të rrezikoj të humbas shëndetin, nuk mund të rrezikoj që të humbas shëndetin tim, fjala vjen, ose mund të jesh në një punë, po e di që ajo puna po të sëmur, ose mund të jesh në një, sepse personalisht isha në një punë të tillë, po e ndeja që unë po sëmuresha, sepse nuk e kam fjalën për sëmundje se nuk çesha dot nga shtratje. E kam fjalën për sëmundje sepse nuk përqendrohesha dot. Kisha një lloj presioni të vazhdueshëm psikologjik që unë nuk përqendrohesha dot në një detyrë për ta përfunduar deri në fund, sepse thjesht her pas here më shkonte mendja tek puna dhe isha si e bllokuar, nuk ndihesha unë deri në momentin kur e përfundova dhe thjesht thash, okay, nuk ja vlen që të rrezikoj. Prioriteti im në këtë rast është shëndeti im mendor, shëndeti im fizik, shëndeti im në çdo lloj mënyre. Prioriteti im është shëndeti, prandaj puna është automatikisht në radhë të dytë. Duhet të mbani prioritetet drejt në momentin që përballeni me situata të tilla. Shpresoj që ju kenë ndihmuar ndoshta pak edhe mënyra se si po i sjell, pra këtë lloj shembuj që po jap, janë vërtet shembuj me cilat ndonjëherë përballem unë, edhe janë situata që mund t'i ketë çdo 30 vjeçare si puna ime në këto momente, domethënë, edhe ndoshta një pjesë e juaja mund t'i keni dilema të tilla ose të ngjashme, edhe pak në moshë, më herët, më vonë, nuk e di, por thjesht shpresoj që këto lloj shembush të jenë mundësi për të kuptuar më mirë se çfarë dua të them, se si duhet përballeni. Do të jemi sërish në videon tjetër. Faleminderit që ishit këtu.